Në historinë shqiptare ka ngjarje ku faktet thonë një gjë, por populli tregon një tjetër dhe mes tyre qëndron një emër, Lesh Topallaj. 20 shkurti i vitit 1931, Vjena e mbuluar nga dimri, mbreti Zog del nga opera i shoqëruar nga ndihmësi i tij besnik, major Lesh Topallaj. Por në ato qaste, 2 atentatorë shqiptar presin të qëllojnë. Versioni dokumenteve ishte i thjesht. Atentatorët hapën zjarr dhe Leshi u vra i pari, sepse ishte më afër mbretit. Kaq, historia zyrtare. Por populli e tregoi ndryshe. Në veri thuhet se atë ditë Leshi i paralemruar për rrezikun i kishte kërkuar mbretit të ndërronin veshjet. Thuhet se ai veshi pallton, kapelen, madje edhe shallin e Zogut. Dhe kur plumbat u lëshuan në ajër, atentatorët goditën atë, duke menduar se po godisnin mbretin. Kështu lindi fjala që jeton edhe sot. Leshi mori plumbin e mbretit. Dokumentet nuk e vërtetojnë këtë. Asnjë arkiv nuk e thot, por Gojdhana mbjetoi sepse në zemrën e popullit Leshi nuk ra rastësisht. Ai ra si burr që del përpara rrezikut për të mbrojtur prijesin e vet. Ndoshta kjo është arsyeja pse legjenda vazhdon të jetojë më fort se raportet zyrtare, sepse flet për besën, për nderin, për atë kod të lashtë shqiptar që nuk shkruhet në letër, por në shpirt. Histori epike, aty ku e kaluara rilind.